Drejtor, ka ndodhur një avari mbrëmjen e djeshme në tubon një mishe, kush zonë ka mbet pa ujë, çfarë po bëhet? Atëherë, rreth mesnatës ditës djeshme ka ndodhur një avari serioze në rrjetin e transmetimit me diametrin më të madh 1000 mish. Ky rrjet transmetimi furnizon depot e qytetit, duke qenë se ka një presion shumë të madh për çështje sigurie, kemi stakuar pompat edhe stacionet e qytetit. Kjo situatë vjen nga një anomali e krijuar, siç e spektuam dhe bashkë, po përpiqemi tani maksimalisht të gjejmë të rekuperojmë zgjidhjen për të rikthyer ujin qytetarëve. Ka ndodhur në momente jo fort përshtatshme, me thënë drejtën, duke qenë se jemi në fund vitit dhe festat e fundvitit. Megjithatë, ekipet edhe skuadra e Ujësisë Kanalizimi e rajonit Vlorë prej ditës së djeshme në mbrëmje ka qenë në terren për të kuptuar çfarë ka ndodhur, sepse ka qenë një situatë edhe për identifikimin e problemit. Dhe tani jemi drejt, le të themi, përcaktimit zgjidhjes si duhet të japim kësaj situate. Aktualisht qyteti sot në mëngjes nuk është furnizuar, pjesa e lungomares apo zonës turistike është takuar prej orës 12:30 të ditës të këtij mëngjesi, le të themi, të mesnatës. Kjo situata, janë disa zgjidhje alternative për mënyrën se si është ky defekt dhe po përpiqemi që të gjejmë mënyrën më të shpejtë mundshme, por njëkohësisht dhe më solide për mos patur sërish probleme. Një defekt normalisht, sikur se tha dhe ju, që është goxha serioz, do të hajë kohë për rikuperimin e tij, keni evidentuar, keni është tuba më e madhe. Aktualisht duhet krijojmë ambientin e duhur për të operuar mbi këtë situatë, siç e patë juve është e mbytur në ujë kjo situatë me pompa, po përpiqemi të thithim gjithë ujin që të ketë mundësi ekspertët për të operuar. Sa i përket kohës, nuk mund të japim një kohë të caktuar, ne do bëjmë maksimumin për ta rikthyer situatën në normalitet. Koha varet gjithmonë nga mënyra e zgjidhjes që duhet t'i japim. Siç thash pak më parë, zgjidhja më emergjente dhe më solide, më e fortë për vazhdimsinë. Kjo vetëm zona e lungomares është pa furnizim me ujë, apo është pjesa tjetër e qytetit? Është gjithë qyteti, është gjithë qyteti i Vlorës, po duke ditur që qyteti ka një regjim të furnizimit me ujë me 2 herë gjatë ditës, dhe zona e lungomares ka pasur dhe ka aktualisht 24 orë, kemi filluar stakimin duke qenë se ka, le të themi, në një farë mënyrë ka stopuar dhe furnizimi me ujë për zonën e lungomares dhe për qytetin njëkohësisht. Faleminderit. Faleminderit juve.